është një epizod I errët në demokracinë parlamentare, ku partia fituese nuk respekton rregullin bazik kushtetues, që thotë që një I zgjedhur mund të jetë edhe kryeministër apo ministër edhe deputet I Kuvendit të Kosovës. Qëndrimi I partisë fituese që me 10 deputet që ushtrojnë funksionet të kryeministrit të kasësh ministrave, përqen dhe deputet një njëjtën kohë, pra dhe ministër dhe kryeministër dhe deputet, është ndrim jo kushtetues, I cili bëhet si pjesë e një loje politike për të zvarritur sa më shumë formimin e institucioneve dhe vlerkon. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Të japin ndërheqje prej pozitave që I kanë, të ulen në ulsat e Kuvendit si deputet Republikës Kosovës, të bëjnë betimin si deputet Republikës Kosovës dhe kështu nis formalisht konstituimi I Kuvendit Kosovës. Sa për akuzat tjera, po I shihni se janë pjesë e një mendësie të njëjtë polarizuese. Dhe du të them një gjë të thjeshtë. Ata që komunikojnë me mesazhe për bërjen e votave nga lista serbe për qeverinë ashme, më së paku du të flasim për dënimet e tjera. Megjithatë, një letër e dorëheqjes drejtuar kryetarit të parlamentit, deputetashun Glauko Njufcës, është publikuar nga vetëvendosje. A konsiderohet ajo dorëheqje nga AK, nga LDK-ja këtë rast konkretisht? Pse nuk e pranoni atë? Faleminderit që po më jap drejtën në fund për parti tjera nuk e ka. Falim pastaj. Flas vetëm për LDK-n. Në qoftë se është dhënë letër dorëheqje dhe të njëjtët kanë vazhduar zyre dhe zyret I kanë këtu, atë çfarë vlere ka kjo letër? Një njeri që jep dorëheqje nuk vazhdon punën si kryeministër I Kosovës. Ju lutem shkoni tek kryeministria, shene, a është kryeministri I Kosovës kryeministër apo është deputet Kuvendit të Kosovës, sepse dyja s'mund të bëhen. Pra ne kërkojmë që të jetë një akt normal, minimalist, kushtetues për Republikën e Kosovës, të ketë një dorëheqje, mos varritet procedura e votimit dhe LDK do të votoj raportin me njëherë sa votimet dorëheqja me 20 votat e palefundura të lidhjes së shkëlqyer. Strategjik kemi shtuar një letër me 23 mars e kanë dhënë, domethënë kanë dërguar se kanë mund dorëheqje. Pra është të dërguar në KQZ. Por megjithatë po vazhdon detyrën e kryeministrit nga 23 marsi deri më sot. Kemi shkelje pra nga rollet e KQZ-s. Tani këto janë çështje interpretime kushtetuese për Kuvendin e Kosovës, se ne jemi deputet Kuvendit të Kosovës. Ne nuk do të bëjmë shkelje të tjera kushtetuese që nesër përdoren për rrëzimin e qeverisë. Pra nesër po e votojmë ne një raport të tillë të komisionit, nesër kushdo mund të rrëzojë qeveritë tashme të Republikës Kosovës dhe kështu çka këto zgjedhjet parakoshme në afate që ata I planifikojnë politikisht. Procedura është shumë e thjeshtë. Komisionit I dorëzohet një letër dorëheqje, pas së cilës janë dhe votat konstitutive. LDK janë mbështetur në momentin e parë që deputetët janë vetëm deputet Kuvendit të Kosovës dhe s'kanë funksione tjera. Njerëzit tonë, ku që kanë vetë me vete, kanë dhënë dorëheqje nga funksionet e veta. Jona Shoku Sadriu ka dhënë dorëheqje për nënkryetares së komunës së Prishtinës. Alban Zoga ka dhënë dorëheqje për nënkryetares së komunës së Prishtinës, kanë ardhur për të bërë betimin për deputet. Nuk mund të jesh edhe deputet, edhe kryeministër, edhe ministër, edhe gjithçka tjetër. Në rrethana që jemi, a do të jetë LDK pjesë e qeverisë opozitës në qoftë se partia parë dështon? Ne të konstituojmë jarë Kuvendin e më pas flasim për hapje. Nëse sot japim dorëheqje, kryeministri deputet do të thirrë sonca, atë ne marrëm me votu kryeparlamentarin. Jo. E propozuar nga Ne do të bëjmë betimin një herë. Ne do të vetohemi si deputet më pas hapat e tjerë. Por seanca do të thirret sa më parë, sipas rregullorës do të thirret brenda 4 tetorëve. Ky është proces bllokues I qëllimshëm I partisë pushtese, sepse si ka numrat. Fundja ju e pas pushim politike. 52 mbështetës të një qeverie që pretendon se I ka numra dhe më pas një mal akuzash për secilin tjetër, teksa zihen në mesazhe politike me vetë listën serbe. Këtë gjuhë polarizuese e kemi pa, e njohim, nuk ndryshojnë, s'ndryshojnë, s'do ndryshojnë, s'marrin sen. Janë të tillë, s'kem çfarë. Në fakt vetëvendosja kjo akuzon juve, do të thotë lidhjen demokratike, Partinë Demokratike dhe AK-n për procesin bllokues sipas tyre. Unë po ju them, jepni dorëheqje, mos bëni probleme të tilla politike, janë në seancë, zgjidhet çështja menjëherë. Një letër larg dorëheqjes dhe situatës kushtetuese jemi gjithmonë. Ju kanë akuzuar gjithashtu se nuk merreni me listën serbe fare, por merreni me vetëvendosjen. Edhe një herë. Ju kanë akuzuar se nuk merreni me listën serbe, duke përmendur Albulina Axhiu, duke përmendur Radojićin dhe veprimet e tij në Banjsk, ndërsa po merreni me vetëvendosjen. Si kundërpërgjigjeni kësaj akuze? Kjo është, domethënë, kjo është trellim I papam. Pas sulmit në Banjsk kundra pas takim me kryeministrin e Kosovës, a jetojmë me një shtet ku mbahet memoria kolektive e qartë apo jo? Por cila parti politike nuk ka dënuar sulmin politik në Banjsk?
Ajo që ka, do më thonë, kjo gjua polarizuese është jo e dobishme për Republikën e Kosovës, është gjuhë në shërbim të polarizimit për të tjeshëm, s'kam se s'ti përgjigjem, përveç me qëndrimet politike të Rizë Demokratike të Kosovës. Por ajo që ka poshtë sot, se si janë njerëzit tonë, deputetët tonë tek sa flasin për votat e Listë Sërbe për qeverinë. Janë deputetët e asaj që pretendohet jetë të qeverisë jashme. Edhe një pyetje. Tani presuesi e dërgoi seancën tek presidentja. Nuk e di, është rasti pa parë kushtetues deri më tani në historinë parlamentare të Republikës së Kosovës, por pramë që se mblidhemi, pozicioni është i njëjtë. Duhet jepet dorëheqja për të shtruar funksionin e deputetit. Nuk bën të kemi edhe deputet edhe ministra. Nëse çka dështon për fot. Po, lutem. Thatë nuk po dojmë rreziku që një qeveri e ashme të bie për shkak këtyre gabimeve. Po i vjen që ka një marrëveshje dhe mund një qeveri të duhet bjen për shkak vullnetit politik, jo për shkak rregullave kushtetuese. Ne duhet jemi të pjekur si shoqëri demokratike që mos ta shkelim kushtetutën me vedije. Nëse tim kërkon sot me votu diçka që jam i bindur që është shkelje kushtetuese, atëherë është e padrejtë, s'është mirë. Duhet të harrojmë kushtetueshmërinë e Republikës së Kosovës. Proceset politike janë betejë normale brenda Parlamentit të Republikës së Kosovës. Por mos kërkoni shkelje të kushtetues se s'bëhet. Këta janë mësuar me shkel kushtetuesën. Se kanë ngale 10 herë. Por nesër ne bëjmë një gjë të tillë. Ju falenderoj.